Të dish për Zotin apo të njohësh Zotin. Tani, pyetja që ndryshon gjithçka. Imagjinoni dy njerëz. Njëri që ka lexuar për presidentin e vendit të tij ose për kryeministrin ose për mbretin, për ku ato vende që janë monarki. Imagjinoni pra, dy njerëz, njëri që ka lexuar për këtë person të rëndësishëm të vendit të tij. Gjithçka që është e mundur, di gjithçka ku ulet, ku ngrihet, domethënë ose jetën e tij në përgjithësi. Ndërkohë që dikush tjetër është që e njeh atë, ka jetuar afër me të, ka ngrënë ushqim me të, edhe e njeh goxha mirë. Madje siç themi neve, mund të njohim dikë se çfarë i pëlqen, çfarë nuk i pëlqen të hajë, çfarë i pëlqen të pi, çfarë nuk i pëlqen të pi. Pra pyetja është, të dish për dikë apo ta njohësh personalisht të person. Edhe në këtë rast me Palin, këtë gjë po thret vëmendjen e audiencës së tij. Unë desha ta njohë nga afër. Unë desha që të kem një marrëdhënie që është përtej të menduarit njerëzor. Gjoni kapitulli 17 vargu 3 thotë, kjo është jeta e përjetshme, që të njohin ty, të vetmin Zot të vërtet. Kjo është një nga ato pjesë e lutja ku Jezus i bën tek Gjoni 17 dhe gjithashtu ai lutet për të gjithë dishepujt ose për të gjithë njerëzit që do të dëgjojnë fjalën e Perëndisë edhe që të mund ta pranojnë. Edhe Jezus i vazhdon me këtë lutje tek kapitulli 17 duke kërkuar Perëndisë ose duke u lutur Perëndisë që të mund t'i ruaj nga i lig.